Metodat tjera, për shembull natyrale, si soda e bukës apo uthulla, janë duke i zvendësuar detergjentët? Në fakt, këto përdoren vetëm atëherë kur, për shembull më tepër te personat alergjik. Sepse produktet e pastrimit që janë nëpër treg janë tepër të forta. Janë tepër të forta dhe normalisht, po. Përpos kësajt, janë edhe, domethënë, është një mënyrë tjetër që për të mos shpenzuar shumë me ato që kemi në shtëpi, domethënë. Por duhet kemi kujdes, kur duhet përdorur uthulla e bardhë dhe kur duhet përdorur soda e bukës. Uthulla e bardhë përdoret vetëm nëpër rubineta, xham, qelq, është shumë e mirë, edhe në njollat që kanë kohë aty, ajo i shpërbën. Kurse soda e bukës për sipërfaqet më delikate. Çfarë janë gur natyral, si për shembull banaku i kuzhinës, soba, pjesa pjanura, pra vatra e gatimit, përdoret soda e bukës. Nëse njollat janë shumë të forta, soda e bukës me detergjent enësh. Heq dhe yndyrën, soda edhe pastron njollën, pra i bryen. Si e mbajmë larg mykun nga ambientet e shtëpisë, nga muret përgjithsisht, nga parvazet? Në radhë të parë duhet ditur shkaku. Gjëja e parë është mos aerosja. Duhet patjetër dritaret duhet mbajtur hapur me aq sa kemi mundësi,